أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد صدق الله العظيم. Hamdi dhe të gjitha falenderimet I takojnë Allahu subhanahu wa ta'ala, krijuesit të gjithësisë. Salavatet dhe selamet e përzemërta qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri ditën e fundit. Të nderuar vëllezër dhe motra, Allah subhanahu wa ta'ala thot në një ajet kuranor: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. Që do të thot, oje që keni besuar, keni frikë Allahun dhe le të shikon secili prej jush se çka ka vepruar, çka ka përgatitur për ditën e nesërme. Tema për sonte inshallah do të jetë llogaritja e vetës apo vet llogaritja. Siç e dim, para një 2 ditë ishte jashtë quajtur viti I ri. Muslimani duhet që çdo ditë ta llogarit veten e tij se çka ka vepruar e çka nuk ka vepruar, çfarë borxhe ka dhe çfarë borxhe nuk ka. Sepse muslimani për çdo ditë duhet ta llogarit veten e tij. Vitën kalojnë, ndrojnë stinët, ndrojnë motët, ndrojnë vitet, po për muslimanin ndrohet edhe dita. Që çdo ditë në mbrëmje është mirë që muslimani të llogarit veten e tij. Kjo ditë që kaloi ai fala namazet për shembull, kjo ditë që kaloi ai ka bën padrejti dikujt, ai ka mthyer ndonjë zemër, a ka bën ndonjë të keqe, ai ka kry urdhrat e Allahut, a jam larguar nga ndalesat që na ka ndaluar Allahu, a ka urdhëruar për të mirë, a ka ndaluar nga e keqja, e kështu me radhë të llogaritë vetën për çdo ditë. Tash nëse vjen fundi I vitit, nuk e pritmi me arë një vit I ri me gjunohe e me mëkate dhe duke lënë urdhrat e Allah subhanahu wa ta'ala. Imagjino në atë natë të e prit natën e vitit të ri me harame dhe duke mos ju bindë Allah me arë në atë moment me ta murë shpirtin Azraili alayhi salam. Si pe dorëzon shpirtin tanë, në çfarë gjendje pe dorëzon shpirtin tanë? Pejgamberi alayhi salam ka thonë si të jetoni ashtu do të vdesni, dhe si do të vdesni ashtu do të ringjallni. E të jetë puna jote, vepra jote e fundit me harame, nuk I takon një muslimanit. Nuk ka diçka e mirë, as për këtë botë, as për botën e ardhshme. Në vend se muslimani të ndale natën e vitit të ri apo fund të vitit, të llogarit vetën e tij se çka ka bën gjatë vitit, çka kam punu, ai kam hi dikuj në hak, ai kam thirr dikuj zemrën, dikush që shkon e kalon këtë natë dhe prit vitin e ardhshëm apo vitin e ri me çka me haramen. Dhe për këtë mos të habitemi pastaj me thonë pse gjendja ummetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është kështu. Pse jemi dobësu? Pse nuk guxojmë ngrit zorin ton? Pse nuk guxojmë me praktiku Islamin ashtu siç duhet? Sepse një popull, një ummet I cili flen natën e Kadrit dhe rris gjuhë deri në mëngjes natën e vitit të ri, mos pisë pastaj pse jemi në këtë gjendje. Se kur janë festat islame, sidomos nata e Kadrit e cila është natë më me vlerë se 1000 muaj, shumica e muslimanëve janë në xhumë atë natë, e pastaj kur të vijë nata e vitit të ri që nuk është një festë muslimane, rris gjuhë deri në mëngjes, mos pisë pastaj pse jemi në këtë gjendje. E për këtë Allah Teala po thot në Kur'an: o ju të cilët keni besuar, keni frikë Allah dhe le të shikoni secili prej jush se çka ka përgatitur për ditën e nesërme. Ndërsa Omeri radiallahu anhu, khalifi I ditë, Omer ibn Khattabi radiallahu anhu thot: hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Llogaritni vetët tuaj para se të llogariteni. Pra llogaritni vetën e juaj para se me ardh dita e llogarisë, se a ditë më nuk ka kthim. A ditë nuk ka përmirësim, me thonë prit ta përmirësoj veten se pas na vepru keq. A ditë si cili të ta merr librën e vet
edhe do të shkoje ose për në xhennet ose për në xhehenem. Ndërsa këtë botë, kur e llogarit veten tënde, do të thotë ki ku hala mu përmisu. Ki ku hala mi shtu veprat e mira. E për këtë po thotë Omer radiallahu anhu, llogaritni veten tuaj përës të llogariteni. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Dhe peshoni veprat tuaja përës të peshohen për ju. Pra në këtë botë peshoj veprat tua, shiko se çka ki bon dhe çka nuk i ki bon, dhe çka ki obligime të pakrijera, çka ki borxhe, shembull ndonjë namaz që nuk e ki fal, apo ndonjë ditë Ramazan që nuk e ke agjëru, apo ndonjë borxh i ki dikuj, peshoj këto punët e tua, përës të peshon ditën e gjykimit, se a ditë është në vonë, a ditë më nuk ka kthim. Pastaj thot fe innahu akhaffu aleikum fil hisab, sepse është më lehtë për juve. Llogaria në këtë botë dhe mi peshu punët e tëra në këtë botë është më lehtë për neve në ditën e gjykimit, nëse llogaritni veten tuaj sot. Pra kështu po thotë Omer radiallahu anhu, fe innahu akhaffu aleikum fil hisab ghadan an tuhasibu anfusakum al-yawm. Më lehtë është për juve ditën e gjykimit, nëse ju sot i llogaritni vetët e juaja dhe nëse sot i peshoni punët e juaja. Më lehtë keni pas ditën e gjykimit. Pse? Se kur e llogarit veten tonë sot, e sheh ku je minus, ku kiet meta, ku kie mangësi i përmison. An ditën gjykimit ku të llogaritesh, e sheh vetë se ki pas mangësi, po nuk ka ku atëherë mu përmisu. Nuk ka më momenti mu kthit e prapa. E po thot ma let për ju sot nëse llogaritni veten e juaj dhe i peshoni punët e juaj, ma let do të jetë për në ditën e gjykimit. Wa tazayyanu lil ard al akbar, thot Omer radiallahu anhu, dhe përgatitnu për paraqitjen e madhe. Paraqitja e madhe a ditë para kur dalë ditën e gjykimit më llogarim, me të vërtetë është një paraqitje e madhe. A ditë punon drejtësia e Allahut. A ditë nuk ka njofsi. A ditë nuk ka rishfet. A ditë nuk ka fuqi. A ditë nuk ka, me thonë, i menqër e muj me bon dëni hile. Por a ditë, çka ki vepru, ajo do të dale para teje. A do ta peshosh dhe për atë do të jepësh llogari. Imagjino, paraqitja para profesorit ku delti për në provim, çfarë stresi kije, ka me dalë në provim nesër. Vendi vend nuk zë. Këtu u drill. Pse ka me dalë para profesorit, shembull me dhon provim me gojë. Apo ki me dalë para xhixhit në këtë botë. Imagjino çfarë stresi ki me pas nëse ki bën ndonjë krim, ki bën ndonjë punë të keqe. E Omer radiallahu anhu po thotë wa tazayyanu lil ardil akbar, pregadituni për paraqitjen e madhe. Kema qala Allah Taala, siç ka thënë Allah Taala, yawma idhin tu'raduna la takhfa minkum khafiya. Atë ditë do të paraqiteni dhe asgjë nga ju nuk do të mbetet e fshehur. Se ndin më të vogël që i ki bon këtë botë, atë ditë do të shfaqen ditën e gjykimit. Sa që shumicën e punëve që i ki vepruar këtë botë, i ki harru. Atë ditë ku të shifësh, do të thush, çka punë e këtij libri që nuk e paskalon asnjë send të vogël, asnjë send të madh pa e regjistruar. Çdo send do ta lexosh librin tan. E i lumë ai cili atë ditë kur e merr librin e tij nga ana e gjatë dhe thot ha umqra'u kitabia. Ja pra merr në lexoni librin tëm nga qefi i madh, gëzimi i madh. Pse se pe merr nga ana e gjatë librin. E kush e merr nga ana e gjatë, shpëton, pra nga dora e gjatë. Shpëton ditën e gjykimit. E nga gëzimi i madh i thot njerëzve, ha, merr në lexoni librin tëm. Ndërsa ai i cili e merr librin nga ana e majt apo mas shpine, thot sigur mos ma kishin dhënë këtë libër. Pse se pe din tash ka me prit. Pe shef llogarinë e tij, pe shef rezultatet e tij nëse çka ka bën këtë botë. E thot, ja lejteni lem ju'ta kitabia, sigur mos ma kishin dhënë këtë libër. Pra ditë ose nga ana e gjatë të jepet libra, e thu, merr në lexon e librin tëm, ose nga ana e majt dhe të thush, sigur mos ma kishin dhënë këtë libër. E për këtë ditë po thot Omer radiallahu anhu pregaditnu. Për këtë ditë po thot para llogaritni veten e juaj, peshoni veprat e juaj në këtë botë, për këtë ditë. Se a ditë është ditë e vështirë, është një ditë me të vërtet një ditë e rëndë që nuk ka të mosito i ka me shiku për veten e tij. Nuk ka me shku të filoni o filan apo mdimon, o filan japëm diçka, me të njofshin nuk ka ditë. A ditë si cëlli për veten e tij. Disa janë të zhveshur, të zbathur dhe të dalin për të dhënë llogarinë.
Aisha radiallahu anha e kishte gale, kishte dert, o pejgamberi Allahut, po si të zhveshur? Ka burra, ka gra, ka njerëznat, miliarda njerëz, si të zhveshur? Thot pejgamberi alayhis salam, oj Aisha, thot a di si cëllë ka dertën e vet. Nuk i shkon mendja me shku në gjatë në shmajt e para, si kana veshë, ki kana i zhveshur, ki i zbathër, jo, si cëlli thot ka me pas dertën e vet, gajlën e vet. Në këtë botë na kur e kemi një dert të kësaj bote, e keni pa në na bon si i terr, nuk shohmi kur gjë. As në rrugë nuk e sheh filonit përshëndet, nuk e sheh, ndoshta hedh në kuçën sa më fare, e keni dert më madh, tu kanë terrusin. Pse se e ki dertën, gajlën tonë vetëm te ki problemi që e ka. Nuk sheh kur gjë. E imagjinon ditën e gjykimit. Për këtë thot pejgamberi alayhis salam, a ditë se cili e ka dertën e vet. Pra nuk shikon gjatë edhe në majt. Pra llogaritja vetvetes apo muhasabatu nafs është një prej parimeve themelore të etikës, të edukatës, të moralit islam dhe është parim themelor i shpirtit. Pse? Se llogaritja ndaj vetvetes mund në vetmi. Nuk kemi mbledh janë 100 persona me thonë hajde be ti shujna tashin çka kanë bën, çka s'kan bën. Jo. Në vetë janë vetmi. Dhe me thonë atë llogarit shpirtin tan. Në mbrëmje, në dhomë, në xhamin, në shtëpi, dikon, në vetmi ndalesh dhe mendon. Çka kanë bën sot? Se por si mund me ndu dikush kryen jastik me flet 5 kot namazi kanë kalu. Sabaj, dreka, qenia, akshëm, yatsia. Bjen me fletë edhe kërhat, nuk e ka gale, sikur mos me pas as një derke, as një gale. A 5 kot namazit kanë kalu pa i falë. Dietarë thonë, shpërblimin më të madh që mund ta fiton besimtari gjatë ditës është namazi. Miliona me dhon, sadak në mosh nuk e arrit shpërblimin e namazit. Me bon çka me bon, nuk e arrit shpërblimin e namazit. E shiko sa po humb, sa të mirët po humb, por edhe sa gjuna po hin. Prej gjunat të mëdhoja është me lënë një namaz pa arsye, një namaz. E imagjinoj ai cili ka me javë, ai cili ka me muaj, ai cili ka me vite. Edhe prap flen dhe kërhatë se ka gale se nuk i ka fal namazën. E kjo është të bën llogaritja vetvetes të bën të edukoj shpirtin tan, ta mirësh në pyetje shpirtin tan, ta llogaritë shpirtin tan, vetveten tënde, ta pasosh shpirtin tan. Apo ki qef ta fitoj xhenetin, po xheneti ndrishës fitohet. Xheneti fitohet duke bon mirë, duke largun nga të këqijat, duke llogarit veten. Sahabët e pejgamberit alayhis salam, gjenerate e para, edhe pse kanë qenë njerëz të mëdhej, musliman të vërtet, besimtar të devotshëm kanë qenë. Ka pas prej tyre kanë qenë të përgëzuar me xhenet. Ankur e ka morën me llogarit vetveten ka filluar me qaj. Ka pas prej tyre që e ka humb vetdin i ka rënë fikt. Osmanit radiallahu anhu për shembull, ku ka kalu ka vorrët, kur e ka pa vorrin, i ka kujtu nota e vorrit, nota e parë në vorr, e ka humb vetdijen të fikti ka rënë. Ai përgëzu me xhenet më shumë se 2-3 herë Osmani radiallahu anhu. Omeri po ashtu. Të përgëzu me xhenet edhe prap kanë pas frikë, shumë maksimum frikë kanë pas Allah Teala. Me dikush pa namaz, pa punë të mira, me gjunohe sa dosh, edhe pe feson fundin apo pe prat vitin e ri. Me gzim, me qeft madh, thuti se vitin e ka kompletu me ka këtë punë të mira. E tash me prat vitin tjetër hajde mirë se erdhë, tash ja fillojnë prap punët mira. Dikush shton vepron. Nuk i shkon meja me, po me bu me vdek sonte. A ndodhën do raste, ka mos, a ndodhën do raste 90 vit të ri, me 10-ra, me 100-ra. Pra mos prit, ti o musliman, mos prit fundi jo të jetë i keq, fundi jo të jetë me harame, fundi jo po krejt be përfestojnë, po vetë be kemi në vorë, nuk kemi hi me krejt. Kur kush s'ka marrë me ti në vorë. Po fëmija po kanë qe, po e fëmijës shka ti mjellësh aj me qatë rritët. Nuk mundesht e fëmijën të rritësh me muzike me dalë nesër hafizi Kuranit. Nuk mundesht e fëmijën të rritësh me harame, me punë të këshia, e nesër të bënd aty për aty ndë një evlijat, ndë një djetar. Pak do të më ka për se bebët. Tash mos ta morë me na këtë fej me thonë, po i shkon një Bishr el-Hafi, ka pas emrin,
ka i si zbathur, e njëherë ke gjetë një letër, e shkruaj me atë emri Allah, e ka marrë, e ka pastru, e ka parfumos, edhe ka vdu vendin më të lartë të shtëpia e tij, e ka ndëgjuar një zonë natë, i ka thonë o Bishr, e ngritë emrin e Allahut në tokë, Allah ta ka ngritë emrin në qiell. Edhe u bë vlija. Tash na mos kapi për një person, se krejtën bomë çashtone. Ti dush më ka për sebebët. Allah xhaleshanu në hadith kutsi çka thot? Njeriu afrohet apo ngritet në gradat e unë më shumë të me çka me farze. Thot pasi ti krijin farzet, atëherë ban nafile, namazë vullnetare, punë vullnetare, e pastaj arrit e boti dashuri i Allahut. A më ti pa farze, pa nafile, vullnetare, pa punë të mira, edhe më bëj vlija. Nëse ale falin fëmijë me thonë, po fëmijët po kanë qef, fëmija po ka qef ja kanë blie bredhin, fëmija po ka qef ja kanë pru babadimin, ja kanë vartin në balkon. Nuk shkojnë këto sejnë e kështu. I ki thonë vetës musliman. Shpesh kemi thonë, ne si ummeti Muhammed a.s. Ne si musliman nuk jemi të varfër me morë prej qerve, tradita. I kemi traditët tona. Që ka thonë djetarë? Adatu sadat, sadatu l'adat. Thot traditët e zotërinjve, e njerëzit të mëdhoj, ato janë zotërinjt e traditave. Traditët e njerëzit të mëdhoj, zotërinjve, pra sadat, zotëri, traditët e zotërinjve janë zotërinjt e traditave. Po na kemi shembuj, kemi pejgamber, kemi sahabe, kemi evlija, kemi dietar, të cilët mund të marrin si shembull jetën tonë. Traditët e atinve. Pra nësi muslimas në takon me morë, jo krishtinjët, mas i bjetoj me krishterë, pifesojmë krishtinjët, vem vitiri, hajt vitin e ri, vena qetri, hajt me atë qetrin, si i varfër ti, se me morë për qetri pas fjestet tua, që ta është mujë në Rëgjeb, a mujë Rëgjeb, a është e Isra o Mi'raj. Mësa të proj, po një 85-90% për musliman nuk e dim shardati i vjen. Ato asë nuk e dim bile se jemi në mujë në Rëgjeb që tash. E din kur është nata Isra dhe Mi'rajit. E din kur është hijreti për nga Mehmet a.s. E din kur është Ramazani, kur është Bajrami, kur janë netët e mdhoja, kur janë ditët e veçanta, a i din. Mos ta teprojna, po një 90% ndoshta nuk i din. E pastaj mos pitni pse gjendja jo është tonë. Pse xhamit tona nuk mbushen, 5 vjet, 10 vjet, 15. Pse gjendja ummeti shton në Palestinë që po bën 3 vjet, 2 vjet e gjisët, tepër po bën të mbit, mo çase jena mësuar na ka bon këtë normale, as nuk i përcjellmi lajm çka të ndodh, çka nuk kanë të ndodhur atje. Pse se 2 vjet, 2 vjet ka kaluar, por çdo ditë të mbit njerëz të dirë gjaku i muslimanëve atje. Pse s'po quhet Arabia Saudite, pse s'po quhet ai, pse s'po quhet? Çka bën ti për Palestinën? Çka dha për Palestinën? A kanë bërë protesta këto s'ki dalë se janë turashi? Imagjino, protest kanë dalë njerëzit këto me përkrah Palestinën, kundra zullumit, kundra asajna, unë e ty s'kemi dalë se kanë turashi valla sa. Pa ato që 2 vjet janë pa shtëpi, janë na përshitu, na përftoftë, na përnxet u flet. Edhe pastaj bojnë pyetjen pse gjendja jo është tonë? Banja vetvetes pyetjen pse unë e kështu. E kur ta llogaritun e vetën tim thonë pse gjendja ime kështu tonë. Edhe ti ta bash një pyetje vetvetes tonë, atë përmirësohet gjendja jonë. A më na gjithmonë pse gjendja muslimanëve kështu tonë? Pse ti as merr pjesë musliman të popullit musliman, të ummeti musliman. Sikur ti siguron ka edhe miliona ka na përboç, se unë edhe si ti. Njëjtën pyetje e bojnë. E duhet me fillu prej vetvetes dhe me fillu me llogarit vetët tona. E çka do të thotë llogaritje, do të thotë që njeriu ta vlerësojë dhe ta xhikojë veten e tij përpara se të xhikohet në ditën e Kiametit. Pra llogaritja vetvetes do të thotë njeriu ta vlerësojë dhe ta xhikojë veten e tij para se të xhikohet ditën e gjykimit. Pra me këshi ku jam, ku jam unë, çka kam bën? Pse për ka dënja lloj kena shpesh bëjmë llogari? Për ka parja, për ka jeta, bile paguajna parën, nëse vetë nuk mujna mi llogarit. Pasurinë gjatë vitën se keni firmë, duhesh me paguaj dikonin. Me të qitë këshon të rezi, këtë në lisë, me të rënit, se sa ki fitu, sa ki humë, sa ki hargjush, sa ki hargjush penzimet, këtë, pse në fund vit me dalë. Për dënja lloj, po ja pare, për ahiretin tanë, dënjoja 60 vjetë, 70 vjetë, hajtë 80 vjetë. Ajo pa fund ashtë, pa fund. Ka njështë që 1000 vjetë janë në vorre. Apo janë vorros, par 1000 vjetë dhe ka vdje. Po dhe na ku të vorros, më një zotë disa kina mrejnë vorre, jetën berzakhije, jetën e vorret.
E pas asajna, rinjalli, a që mu ajo pa funda. Ku thejmë pa fund, jo 1 milion e 1 miliard e 10 miliard vjetë. Pa fund, kur? E qka nëse janë prej banorët të xhenimit, dhe me thonë pa fund në xhehenem. Për gjithmonë, nëse janë jo musliman. Për gjithmonë. Nuk vdes. Nuk jam mori shpirtin, me thonë, u djekë, se këtë botë, me shlim me djekë, dikon djekë është, ta me shpirtin, me lajka ti djekë është edhe u kri puna. Ja që nuk vdes. E që asaj ditët duhet mi pas frikë, mu pregadit për qatë ditë, se me një vepër, me një fjalë, mund me gabu, me deviju, edhe për gjithmonë në xhehenem. Pra, me vlerësu, me gjiku vetën se qëfar kam borë nga të mirët, qëka kam gabu, dhe qëfar duhet me përmisu. Pa shtë të rria duhet i kemi parasysh për çdo ditë. Qëfar të mira kam bon, edhe nëse ki bon të mira sot gjatë ditës, që sot ditë e gjumon, nëse ki bon mirë, mos thuj, mjaft. Mos u mjafto, kur me punë të mira, me thonë, boll pas na bon sot. Nëse ki bon sot mirë, mundon nesër me bon hala më shumë se sot. Nëse ki bon gabime, pendote Allah subhanahu wa taala dhe nesër pakoj ose largoj këto ato gabime. Jo me thonë, nëse gabime kam bon sot 1, 2, 3, 7, 10, s'kam bon shumë bëj, filonin non stop sabaj deri mbrëmjen non stop të bon gabime, ai 100 i ka bon, po leje filonin, ti e këshire vetën tënde. Edhe treta, çfarë duhet me përmisunin në vetën time? Çfarë duhet me përmisun në jetën time? Pra çdo ditë llogaritë vetëm me këtë. Çka kam bën mirë sot, çka kam bën sot keq, edhe çka duhet me përmisun. Duhet këto për çdo ditë i kemi, sidomos në mbrëmje, para se me flet, para se mi bon alarm, atë për mu ngrit nesër mëngjes me shku te puna, sepse dia atë ban alarmin nesër, na shtas se nin. E nin që tërkush, po ti nuk e nin. Se ku të japësh siti hap në varr. Para se mi bu pregadit nesër ku kam me shku, çka kam me punu, sa ora duhet me shku në punë, këtë punë e kam atë punë, llogaritë vetën çka bona sot. Se nesër ja nuk dita vjen, asut dita sot ka kalu, llogaritë vetën çka bona sot. E thelbi i llogaritës është ta pyetës veten pse e bona këtë. Këtë mirë që e bona, a ishte për Allahun, apo e bona sa për si e faqe? Këtë mirë që e bona, a e bona për Allah, apo e bona se e kam shprehi me bon? Nëse e ki e shprehi, ndryshoje, bane një jetën qëra ditë për Allah, mëse ban pëse e kam shprehi. Nëse e ki bon sa për si e faqe, nesër bane për Allah, mëse ban sa për si e faqe. Se nëse e ban një të mirë sa për si e faqe, edhe ki shpenzu kuën tone, edhe ki bon të mirën, në thoi sa përthojnë e mirë, se e mirë është puna, si puna është e mirë. A më në fund, ki majtë pash probleme. E qka ki në librin tanë, ka unë është majtë të ka shujtë gjuna, se ki bon një punë sa përsi e faqe. E për këtë thelbi, i llogaritës së vetvejës është të pyesësh veten, këtë vepër që e bona, pse e bona, nëse është vepër e mirë. E bona për Allah, për çka e bona. Ti njohësh gabimet e tua, pa justifikuar vetveten, pa arsye tua, pa i gjetë arsye vetes. Shembull, sot unë kam bën këtë gabim, anshire normal e ka lipa, jo dashme, mos të arsyeto, nëse ki bën gabim shpejto pendoho, mos fillo tash me këshim arsye tu. E ki ranu filonin, po këshire mi gjetë 100 arsye për çka fajin me alon ati e ti me dali pastër. Jo vllai, nëse ki bën një gabim pendo te Allahu, shko kërkoje filonit halallëk në ta fale. Pra mos e justifiko veten, mos të arsjeto, mos gjon 100 dirë për me kalu, vetëm veten me shfajsu e filonin me fajsu. Pra thelbi i llogaritjes, vetë llogaritjes është ta pyesësh veten pse bona këtë punë, pastaj ti njohësh gabimet e tua dhe të pendosh sinqerisht dhe të vendosësh të përmirësohesh. Këtë kërkon vetë llogaritja. Pra me pyet veten për veprat e tua pse i bona, ti gjosh gabimet e tua, ti njohësh gabimet e tua gjatë ditës që i ke bën, edhe të pendosh sinqerisht te Allah subhanahu wa taala. Sepse pendimi kërkon sinqeritet. Nuk ka pendimi lëvizë venin, nuk ka pendimi për na bosën e gjuna pris kesh taj ta kalli cigarë, që të mu ndalë mu mendu ta shtupi cigarës. Apo me dalë me shëtiti, jo, pendimi kërkon sinqeritet, mu pendu, me lonat punën e keqe, me ra pishman pse ki bon, edhe me vendos kur mos me bon. E nëse është me një njeria ki bon një të keqe, me shku me kërku halallëk prej tina. Ndërsa dobit e vetë llogaritjes,
Vetë llogaritja pastron zemrën nga mendjemasia dhe fatkeqësia. Njëri kur llogarit vetveten se dikush ndonjëherë nga mendjemasia nuk e llogarit veten. Pse si duket vetë unë top jam, mirë bëj jam, shkëm me llogarit veten, shumë mirë jam. Atë e merr veten pse që duket vetja se për mashallah është. E kjo vjen nga mendjemasia. A kur ta mirësh ta llogaritësh veten tënde, këtë mirë e ke bën, këtë keq e ke bën, këtë mirë se ke bën, atë keq e ke bën, këtë me llogaritë çka ke bën gjatë ditës, kjo të çon vetveten tonë ta ulësh te poshtë, më thonë njëri, ka dalë më se sot katastrofë na kondita. Pendote Allah më shpejt sa s'ke vdek. Edhe zbret në shkallët e modestisë, thjeshtësisë, jo më ndajnë me ndjema me thonë, unë sot e kam fal xhumon. Kujt na pikallzon? Ti xhumon e ke fal se ke borx, se ke fal për mua. Unë sot ja kam dhënë një të varfër 100 franka, po ja ke dhënë për veten tonë, se ke dhënë për mua. S'ka nevojë me kallzu botës. Unë në haxh jam, ku haxhin e kam kry. I kam për veten, si kam për mua. Numre, di herë në vjet shkoj numre, ani shkon për veten, shkon për mua. Pse bosh me ndjema? Pse mi kallzu botës? Të ndryshe mund mi nxit rinin me shku numre, me shku në haxhe, me fal xhumone, me fal namaz, me punë të mira, ndryshe me ndaj shembull, me ndaj hadith, me më jo ti duke thonë unë. Nëse je kon për vete, e ke bën për vete. Dhe dobia vetë llogaritjes thotë forcon sinqeritetin dhe devotshmërinë. Pra kur vetë llogarit njeriu vetveten, atë hyn te dera e sinqeritetit. Pra fillon të bëhet i sinqert. Pse? Se nalët e llogarit veten. Këtë punë më nuk e baj, këtë inshallah e baj, po edhe më shumë ka me bën, edhe ta baj për Allah, se a tham, thelbi vetë llogarit çka është, me ja bën pikën vetes pse e bëna këtë punë, a për Allah, a për sa përse e faqe. E kur e llogarit veten, ai këtë punë pas na bën sa përse e faqe sot, se pas na bën jetën për Allah. Atë çka bosh i sinqert, fillon me sinqeritet që nesër çat punë e bën për Allah. E bën llogarinë e ditës së gjykimit më të lehtë, siç tha Omer radhiyallahu anhu. Pra dobia e vetë llogaritjes është e bën llogarinë e ditës së gjykimit më të lehtë për veten tonë. Siç tha Omer radhiyallahu anhu, llogaritni sot se më mira për ju edhe më lehtë për ditën e gjykimit. E nëse e le për ditën e gjykimit, atëherë është shënvon. Atëherë kthim nuk ka, përmirësim nuk ka, pendim nuk ka, atje ka vetëm keqardhje, dënim ose shpërblim, xhennet ose xhehenem. E kur duhet njeriu ta vetë llogaritë veten e tij, ta merr në llogari çdo ditë. Sidomos mbrëmje tha, se gjatë ditës njeriu vepron, e mbrëmje më është koha e xhumit, bën me fletën xhum njeriu rufi al-qalam an thalath, thot pejgamberi alayhis salam, lapsa ngritur nga 3 grupe njerëzish. Një prej tyre an-naim hatta yastayqiz, ai cili në xhum deri sa të zgjohet. Kur janë xhum lapsi nuk shumë kur gjao. E për këtë para se me flet, na alo që kam bën gjatë tërë ditës unë. Me kujtu senët, prej kur i kam hapë në mëngjes, edhe a kam bën dëni të keqe, a kam bën dëni të mirë, a kam dëni borxh, ai se pas në fal yatsin. Po valla ftove çmu çuba, ai pse na shtam del xhumi më vonë. Jo, s'ka na shtam del xhumi më vonë. Çu fale. Çu fale yatsin. Drekën se pas na false, çu fale drekën. Pas ka ik sot sabaj, çu fale sabaj. Llogaritë vet para se me flet. Sa është më funi i ditës. Edhe ki me radhë me flet, ku dysh me flet, tham nuk ki e mati përgjësi, se gjumë është ajo. Edhe për çdo ditë, pas veprave të rëndësishme, të llogaritësh veten tonë, masi ti bësh veprat, nëse ke bën një vepër të mirë, llogaritë bona për Allah, mos ndërhini shejtani, mos ndërhini sifaqësia, mos hini vetpëlqimin në zemrën time, mos ndikoj diçka dikush në zemrën time, kur ta bash një vepër të mirë. Se donjëherë në jetë është më i vështirë se vepra. Në jetën, për me bën një punë të mirë, donjëherë është më vështirë se vepra. Për shembull, i kam 10 franka në xhep, i nxjerr ja fukaras, sa let, nuk pat asnjë çfarë mundi, apo. Thjesht i ke parë që dhaj në fukaras. Ama të në jetë duhesh me luftueshëm. Të në jetë se shejtani nashta në çat moment ndikon atë në zemrën tënde, të ja dhonte ato 10 frankë ta prish në jetën. E shef të kalu dikush i qaqe, bës të di jam pa, sëm pa. Am pa të një mushë si fukarasa nuk më pa. Shkoj një jetë, u prish, të e pas e bo për filanin, atë pas të pa filanin.
Po ja filoni, të ja 10 franga, të një jetën dhe që tash një jetën ki post pastër për Allah. 100% akon për Allah. Po moment të dash me Allah të i fukaras, qëkon menja, ta baj një foto ta qës status, pëse mos me qitë? Këshon njerëzit bile, i nëzis njerëzit me bon edhe ato këtë punë. Shkoj një jeti. Edhe 10 franga shkun. Edhe bon sa përse e faqe, të shuj gjuna. I dha 10 franga, të shuj gjuna. Se sa përse e faqe e bone. E për këtë thujnë djetarë, dhe njerë një jetë është maj fështirë, se sa vjepra. Se vjepra nuk të merë hiç, ndështë asë ku, asë mund, asë kur gjohë, për një sekundë e ban qatë vjepra. A më një jetë, të baraki hip, kërët pikë tonë me shku me një gjami dikon lartë, 100 kilometra, për Allah. Me shku me falë gjumona, që ja, po me ishte një ligjerat, një hoqë, ishte këta ngoj një ligjerat, ta në rrugën një jetën e kje për mashallah. Për Allah. Nuk as kur gjohën diçka tjetër për se një jetë i pasë për Allah. Këtë më isha gjë në gjami, këtë në gjami, bismillah, hala një jetë i prezent, hinë gjami, nisi njerëz me të këshirë, edhe ta të prish një jetë, po më këshirin, po më livdojnë, unë e ka marrë pillozonit shembull në ciri, këto të ciris, pas kënarë veç 5 vejtë, pillozone e ka marrë. E të prish, një jetë, ato 100-200 km shka i bane, shkun poshtë, hargjimet, benzina e këto shkun poshtë, edhe nëse e bone atë sa përse e faqe, të shujtën gjunohë. Në më thonë të 200 km i bantin nuk e qonë me nësë ati po hargjoj. Këtë më rejsh atë në fund të vjeprës, me kry vjeprën tone, shëjtonë të aprish një jetin. E për këtë, pra dobit e vetë logaritës është që vjepra të logaritësh vetën çdo ditë, pas vjeprave të logaritësh vetën, para gjumit duke shikuar ditën e tonë që kaloj. Pse ne do nërë ku bim me flet na kujtojnë sot, sot s'kam fitushëm. Se pas na bën filan punën, që me pas bën çket klientin, çket mështrini kishna fituar një 50 dhe një 100. Pse këtë parët të kujtojnë këta në shkrinë një jastik? Këtë fitimet të kujtojnë një jastik? As na kujtojnë as njerë që kjo vetë logaritja? Me thonë, më ka ikë në namaz. Sot akon i filoni i smut që pas në arru me shku me vizitu të spitali. Sa mi me lajke lutën për ti kush kesh me vizitu një sëmur. Boj një stikfar për ti me lajket. Kush me lajket, jo hoxha, jo haqia, jo filoni, me lajket. Me lajket, me mija me lajke bojnë luqe për ti boj një stikfar. Me shku me vizitu një sëmur. Nuk në shkon me nja kjo, më nalë me thoja, ka për një smut, përmeni natë në Abdullah ibn Omejri. Ku ishte tema e selamit, përshëndetja në islam. Ku e përmend Abdullah ibn Omejri ka shku në tre, një dit, 3, njëjtë të shëshru një qëtër sahabi. Thotë Abdullah, thotë asë njerës po qove të bliet dishka në trege të shita, të bo ma bet me dikonin. Thotë vish për i apë selam njerëzë po hetë. Thotë për qa që jam tarë. Jam tarë në treg, vish mi përshëndet njerëzë, assalamu alaikum, assalamu alaikum, assalamu alaikum. Dhe se vape. Veç jam të arë me mush bagashin të me sevape. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh, 30 sevape. Të vetëm për keq jam të arë. Pse ai i cili i menqër, i zgjuar, i cili mendon për ahiret, ta përgatit e bagashin kështon vepron. Pra për sevape, për ahiretin tem, jam të i bon këto veprat e mija, pra mbromje, llogaritë vetëm pak thuj, sot së pas në shku me vizur një të sëmur, së pas në shku me ndimu një jetim, një të vartë, një nevojtar, nëse i kje mundësi. Am jo të kujtu njës të këta në shkrim, të kujtu këtë minuzët gjatë ditës, që kësën e fituat, qësën e mrina, shri filon ka mrija bo milioner, mëse logaritëve qjerëve jetën, logaritë e jetën tonë. Shri filoni milioner a bon, me droga bon kje. Përse e logaritë e vetën tonë, llogaritë e parë tua që i kinë gjapi ku i kije. Llogaritë e kuën tonë që hargjohe sot, ku e hargjohe. Llogaritë e rinin tonë sot, ku e kaloi rinin tonë sot. Një ditë e rinis shkoj. Një vjet e rinis shkoj. Llogaritë e vetën tonë, lej hallket, lej njerëzit. Nuk je përgjes për ato ti. Nëse mund mi këshillu, i këshillon. Ama tu në llogaritë filoni, ke shpinë ka me drogë, ke ka me hajni, ke ka me rishfet, ke ka me Dhe njerë të menduarit keq, me mendu keq për njerëzit, arrin me një grasë sa që ti ban më shumë gjuna se ai që ka ban të keqën.
Siç ka thënë pejgamberi alayhis salam, nëse dikush të ka vjedh ti diçka, tash dikush ta vjedh telefonin. Tash ti mund ndal me para gjikua, me mendu keq, me thon, mos ma mor hoxha. Do të thonë mendu keq për hoxha. Pa pas faktet e. Jo mos ma mor ai haxhia me shakën qosh. Para gjikua apo, që në gjuna. Pa fakte. Jo mos ma mor çai rive gjën qosh ka ke, ai por shka hini, ai shka dol 20 vet i para gjikove, apo. Për 20 vet gjunohe. Ai bankia shka vjet gjunohe ka më të vogël se ti shka bën det çetash. E për këtë një njeriu ku mendon keq për tjerë, pse nash më shumë gjuna se ai që ka më të keq. Leja, e ka ble me drogë shtëpinë, nëse mund me shku me këshilloje. Nëse jo, mos është me kalu natën me muhabete, ty ka dhu njerëz se kimi e ka me drogë, e ka me rishfet, e ka me hajnik, e ka me kamote, kujdish me çka. Llogaritë vetën tënde. Na nuk jemi përgjegjës ditën e gjykimit për njerëzit që kanë vepru. Nëse ki mujtë, të ja dishka i e përgjegjës. I e përgjegjës, a ki di se filoni me droge ka ble shpinë, po? A ke me këshilu? A ke me ndalu nga kjo e kje që jo? Të ki me dhe logari. Ti pe di se filoni pas ka bon këtë kje që, po? Pse punë që më nga kaldu në jo e këto? Që, shkote filoni këshiloje, urdhëroj për të mi ndaloj nga kjeqa. Për këtë e ki me dhe logari në ditën gjykimit. Nuk ki me dhe logari, filoni këshia jo shpinë e kish ble me kamot. Edhe ti tash ki mu dënu, se kush i ati? Jo, ti s'ki mu dënu për këtë. Ti mund mu dënu nëse ke pas mundësi me këshilu, me urdhëru për të mirë dhe me ndalu nga e keqa dhe nuk e ki bo, për këtë ki mu dënu. Kjo është përgjësia jote. E mos merr përgjësia që nuk të takojnë. Dhe në fund, pejgamberi alayhis salam thot, el-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut. Thot i mençur, i zgjuar është ai që llogarit veten e tij dhe punon për jetën pas vdekjes. Thot kjo është njeriu i zgjuar, njeriu i mençur, i cili llogarit veten e tij dhe vepron për jetën pas vdekjes. Omar ibn Khattab e thamu këtë thonë Omar ibn Khattab, Hasan al-Basri thot, la yazalu al-mu'minu bi khairin ma kana lahu wa'idhun min nafsi. Thot besimtari është vazhdimisht në mirësi përderisa ka këshillues vetveten e tij. Po përderisa na si këshillues e kemi vetveten, pra llogaritmi veten e këshillojmë veten, thot përderisa njeriu e ka vetveten këshillues, thot është në mirësi. Është në hajra, në të mira. Omar ibn Abdulaziz thonë ka pas një këshilltar të vetin. Ka qenë halifi i drejtë. Ka qenë me të vërtetë një halifi i ditur, i drejtë, i devotshëm, i sinqert, gjitha cilësitë e mira i ka pas. E ka pas një këshilltar, helbet nëse ndonjëri ka thonë gaboj diçka, këshillom, ati kujtoma me njerë, mos më le me bëhat gabimin. Ama një ditë prej ditëve pi thot këtij këshilltarit, s'kam nevojë më për ti. Ki këshilltar thot, po pse o khalifa, o mirë mu'minin, pse s'ki nevojë më për mu? Thot, disa kime të bardha më kanë dalë në mjekër. E më mjaftojnë të si këshillues. I kam disa kime të bardha në flokë, në mjekër, më mjaftojnë të si këshillues. Çka do më thonë kjo e kimja e bardhë? Ka pleshnia. Po kaloj ditët. Po kaloj jeta jote. U plake. E thot mjaftojnë këto tash mund se këshilltar. Na i na bon bardh me mjekra mos steqe me këtë dhe se mormi mësim nuk mormi. Bile thojnë atë moda që tash kështu. Imam al-Ghazali thot, muhasabatu an-nafsi qabla al-amali tamna an-nadma ba'du. Thot llogaritja vetvetes para veprës. Pra me llogarit vetën para veprës, se këtë vepër të kem kujdes ta bëjmë për Allahun Teala, mos ndikon shejtani, mos ndikon ajo, mos ndikon kjo. Thot kush e llogarit vetën para veprës së tij, kjo e pengon pendimin pasaja, keqardhjen. Se dënati e bën një vepër mas ndin keqardhje për atë vepër. Ai pse e bona? Apo pse nuk e bona? E po thot Imam Ghazali, thot llogaritja vetvetes para se me bën një vepër, nëse është vepër e mirë apo nëse është vepër e keqe, kjo e pengon njeriu nga keqardhja. Pastaj nuk ka mendi keqardhje. Pse? Një vepër po du me bën, kanë e keqe, nuk ban me bën se është haram, Allah e ka ndaluar pejgamberin, edhe largohesh. A nëse nuk e llogarit tonë e bën atë punë keqe, të na mas ki mendi keqardhje. Punën e mirë për shembull, një punë e mirë, po du me bën këtë punë të mirë. Truna ta bëj për Allah, mos të më hinë zemër me ndjemasia, si e farsia, si se kur ta bëj të mas ka me pas keqardhje,
Ka mundi keq në botën e ardhshme, se pas na bën për Allah, pas na bën për filanin. E për këtë po thot Imam Gazaliu, llogaritja vetvetes para veprës e pengon pendimin pasajna. Dhe në fund, shpesh e kemi përmend këtë thonjë Imam Aliut radhiyallahu anhu, për përmend me asante, thot irtahalat ad-dunya mudbira. Dunjaja është larguar duke u tërhequr. Po kalojnë ditët tona, po ikën prej jetës tonë. Dunjaja po kalon. Wartahalat al-akhiratu muqbila, ndërsa ahireti po vjen duke u afruar. Wali kulli wahidatin minhuma banun, secili prej tyre ka bijtë e saj. Pra dunjaja ka bijtë e saj, edhe ahireti ka bijtë e saj. Fakunu min abna'i al-akhirah, bëhuni prej bijve të ahiretit. Wala takunu min abna'i al-dunya, e mos u bani prej bijve të dunjas. Fa inna al-yawma 'amalun wala hisab, sepse sot ka kohë për punë dhe nuk ka llogari sot. Sot ka jeta jonë kësaj bote është vetëm punë, s'ka llogari sot. Thot wa gadan hisab wala amal, ndërsa nesër do të ketë llogari dhe nuk do të kishte mundësi me bën punë. Pra, kaloi 2025. Zdryshoi kur gjë. Se dia di pse e bën çast mos, zdryshoi kur gjë. Që sot e për xhomo, kaloi dita xhomo që mbrëmja shtunë, nesër shtunë, njëj. Dita 24 orë, këtë me njëj. Çka ndryshoi? O njeri, kaloi një ditë e pjesës jetës tënde. E për këtë po thot Imam Aliu, dunjoja po largohet të tërheq prej ne kapak. Sekonda, minuta, orë, ditë, javë, muaj, vite, po tërheq edhe prej neve. Thot ahireti po vjen të afru. Thot, si cilla prej tyre ka fëmijë, bijtë e sajna, pra njerëz të sajna, dikush as i dhan mas dunjos, dikush mas ahiretit. E po thot, kunu min abna'il akhirah, bani bijtë e ahiretit jo, mos u bani bijtë e dunjos. Sepse sot ka punë, nuk ka llogari, e nesër ka llogari, nuk ka punë. E ditët e kësaj bote kalojnë sikur në ëndër. Kënaqësitë e kësaj bote janë në zhdukje. Kalojnë kalimtar zhdukje, shpejt kalojnë 5 minuta dhe harrohet edhe kënaqësia. Kjo botë, ka thonë dietarët, kel hayye, as sikur gjarni. Lejinun lemsuha, i buta është prekja, me prek gjarnin, i buta është, kush ka prek. Edhe i ftoftë është, po dhe i buta është. Thotë, o summuha qatil, ndërsa helmi gjarnit është mbytës. Edhe kjo dunjo, me shku për qefët e sajna, knasitë e sajna, duke të isin një knasi e madhe, a më helmi i sajna është mbytës. E mbotën është me kuptor. E lusim Allah subhanahu wa ta'ala, na i përmison gjendjen tonë, e lusim Allah subhanahu wa ta'ala që çdo ditë jemi më të mirë se dita e kaluar, në çdo moment jemi më të mirë se momenti i cili ka kaluar. E lusim Allah subhanahu wa ta'ala që të zgjohemi nga gjumi i kësaj bote, sepse njerëzit në këtë botë janë sigura i dehuri, nuk zgjohet, nuk kanë në vetdije derisa ta shlon dehja. Edhe kjo botë është ashtonë. Ibn Abbas ka thonë, momentin e vdekjes na del gjumi, kush aku i dhan mas dunjos. Momentin e vdekjes i del gjumi. Ama telefon është. Inshallah Allah xhelle shan na i mundson ta kuptojmë realitetin e kësaj bote dhe të jetojnë në këtë botë si kalimtar, si ai kalimtari, si ai udhëtari, i cili merr për atij vendit vetëm çka ka nevojë diçka për udhëtimin e tij. Edhe na të morën nga kjo botë vetëm çka kemi nevojë për ahiretin ton. E lutim Allahun Teala, na i falë gabimet tona, na mëshiron mbi tokë, ndër tokë dhe në ditën e gjykimit. E lutim Allahun subhanahu wa taala të sëmurit tan të shëron, të ndarët të bashkon. Ata që kanë probleme dhe dërte, Allahu t'ja u largon, vëllezërit tanë musliman kudo që janë në botë, që ju bën të zullum padrejësi, Allahu xhelle shanju ndihmoft, të vdekurët e tyre i mëshiroft, të sëmurit i shëroft dhe të pastërhuarve ju ndihmoft, dhe lutim Allah subhanahu wa taala në fund kur të dalim prej kësaj bote, të dalim duke thonë fjalën e shpëtimit, fjalën la ilaha illa Allah, Muhammadun Rasulullah, walhamdulillahi rabbil alamin, al-Fatiha.